Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën në luginën e Preshevës, për shqiptarët atje, për një delegacion të përbërë nga 2 kongresmenë amerikanë që kanë vizituar komunitetin shqiptar atje për të parë nga afër me syhavet dhe problemet e tyre, por çfarë vendosën konkretisht dhe çfarë doli nga kjo vizitë, do të flasim me gazetaren kolegen Ardita Peluli. Ardita, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Çfarë u deklarua pas përfundimit të këtij misioni të kongresizme amerikan në Luginë? Po, normalisht që për qytetarët e Luginës Preshevës dhe për leadershipin shqiptar në Luginë Preshevës, vizita e 2 kongresistëve amerikan ishte e mirë se ardhur. Kjo vizitë ishte paralajmëruar fillimisht në shtetet e rajonit, duke filluar nga Bosnia, më pastaj delegacioni Amerikan kanë vazhduar në Serbi, ku kanë realizuar disa takime me përfaqësues institucional. Vlen theksohet se kongresistët amerikanë nuk janë pritur nga kryeparlamentarja Ana Brnabić. Më pastaj delegacioni ka vazhduar në jug Serbisë në komunë Preshevës, ku pati takime me 2 kryetarë të komunave Preshevë dhe Bujanovac, me deputetin popullor, me zëvendës kryetar të komunës, me kryetar kuvendit dhe me kryetarin e Këshillit Nacional të Shqiptarëve. Leadershipi shqiptar i Luginës Preshevës pati mundësi që disa minuta të ndajë me kongresistët amerikanë dhe ndajnë shqetësimin e tyre për shqiptarët në Luginë Preshevës. Temë diskutimi fillimisht ishte pasivizimi, shlyerja nga regjistri civil i shqiptarëve që po bëhet në mënyrë sistematike nga shteti serb, mosnjohja e diplomave të Republikës së Kosovës, mos integrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore dhe tema të tjera akute. Edhe kongresistët gjatë një deklarate për media që kishin dhe janë shqetësuar për pozicionin e shqiptarëve në Serbi. Tani më delegacioni kanë vazhduar për në Republikën e Kosovës, të cilët do të, sipas agjendës së tyre, ata do të kontaktojnë dhe do t'i takojnë edhe serbët që jetojnë në disa komuna me shumicë serbe në Kosovë dhe për të bërë një paralelizëm se çfarë është statusi i serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Serbi. Ne dim se dallimi është shumë i madh, shumë i dukshëm, sepse serbët në Kosovë janë mirë të integruar në institucione, ndërsa shqiptarët në Serbi numri i tyre është shumë i vogël, për të mos thënë gati se minimal. Kështu që vizita në fjalë vlen të theksohet se është iniciuar nga lobi shqiptaro-amerikan në Amerikë, duke ditur se përfaqësues partive politike Luginë Preshevës kanë realizuar disa takime, disa vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vizita ato që janë financuar nga Republika e Kosovës, nga qeveria e Kurtit, duke ndarë mjete ekskluzivisht për vizitë delegacionit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lobuar dhe për të prezantuar pozitën e shqiptarëve. Ardita, kongresistët kanë deklaruar që i pam problemet aty, por nga komuniteti, nga shqiptarët atje, a ka shpresë, a ka besim se ndoshta ky mund të jetë treni i fundit që mund të bëjë diçka, pra amerikanët duke qenë se nga Tirana, nga Prishtina, nuk është se ka pasur ndonjë presion, edhe vendimi për konsullatën që u miratua, nuk e di a ka lëvizur diçka konkretisht që mund të bëhet aty. Po, është interesante se shqiptarët në Luginë Preshevës nuk themi se kanë humbur shpresë